Po është vërtet, natyrisht e para që duhet të bëjmë të gjithë edhe si institucione, por edhe si individ, është që shprehim pjesëmarrjen edhe bashkëndjejmë me familjarët e viktimave, por edhe me të mbjetuarit e masakrave të luftës së fundit në Kosovë, gjithsesi të gjenocidit të Serbisë në Kosovë. Por ajo që kemi vrej gjatë reagimeve dhe debatit publik të këtyre ditëve, sjell në pa disa gjëra shumë të rëndësishme. E para se neve si shtet akoma na duhet shumë punë që të kemi të dhëna institucionale të besueshme edhe të sigurta. Kjo e dëshmoj se gabimet ndodhin, unë besoj që është tejet problematike, domethënë gjithë kjo situatë dhe se debati po bëhet pas një ekspozite gjithsesi pas identifikimit të mangësive nga në radhë të parë deputeti jonë, zoti Enver Dugulli, e pastaj edhe ministri Andin Hoti, të cilët i adresuan publikisht këtë tema, por ne dim se kjo ekspozitë domethënë është bazuar në një libër i cili i ka të dhënat dhe ne edhe gjatë vizitës bashkë me zonin Haxhiu në ekspozitë kemi diskutuar këtë temë se sa është e rëndësishme që të kemi të dhëna të sakta. Në këtë pikë, përtej debatit politik që po bëhet, dhe përtej asaj që ndoshta për të goditur politikisht partitë caktuara, në këtë rast tendenca është për të goditur edhe qeverinë, është një e vërtetë e pamohshme që fatmirësisht tashmë ne kemi Institutin për krimet e kryera gjatë luftës së fundit, i cili u miratua, u funksionalizua gjatë qeverisë Kurti, po bëhen përgatitjet për të bërë një padicë civile ndaj Serbisë dhe ne presim që instituti të punojë me efikasitet të plotë dhe si institucione të kemi sa më shumë aktivitete edhe vetëdijsuese, edhe të mbajmë gjithmonë në vëmendje atë që ka ndodhur, sepse e dim që koha po kalon, vitet po kalojnë dhe gjeneratat e reja duhet që të kenë sa më shumë aktivitete ku njihen me gjenocidin që Serbia ka ushtruar ndaj Kosovës. Unë besoj që kryetaria e Kuvendit, zonja Haxhiu, e ka sqaruar këtë çështje në deklarimin e saj. Tani ne jemi dëshmitar që antarët e kryesisë, domethënë ashtu siç e kemi kuptuar, sepse unë nuk kam qenë pjesë asaj mbledhje, por siç e kemi kuptuar, të gjithë antarët e kryesisë në mënyrë unanime, me përjashtim të nënkryetarit nga radhët e listës serbe, e kanë votuar kërkesën. Për çdo dyshim që ata kanë, unë pajtohem plotësisht që duhet ta adresojmë, sepse përgjegjësia në këtë rast është individuale, ndërkaq është e padrejtë që gabimet që individ ose organizata të caktuara i kanë bërë ose i kanë adresuar gabimisht, sepse nuk mund të pretendoj për qëllimet, ti faturohen në këtë rast Kuvendi, sepse Kuvendi ka dhënë një donacion në vlerën prej 5.000 euro për organizimin e ekspozitës, ashtu siç ka bërë edhe Komuna e Prishtinës, e cila ka jap leje për organizimin e kësaj ekspozite. Pra, si institucione kanë mbështet vetëm organizimin e ekspozitës. Pa dashur amnistoj askënd nga përgjegjësia, konsideroj që është teje e rëndësishme që si institucione, që si parti politike të jemi bashkarisht në të njëjtin qëndrim që duhet të veprojmë sa më shpejt në mënyrë sa më masive të gjitha institucionet bashkarisht që të kemi të dhëna të besueshme, të faktuara dhe mbi të gjitha adresim dhe padi civile ndaj Serbisë. Përtej kësaj, ju e dini që përveç themelimit të Institutit kundër krimeve të luftës fundit në Kosovë, ne kemi filluar edhe është miratuar edhe ligji për gjykimin në mungesë, i cili e ka bërë të mundur që ne të kemi raste të cilat jo vetëm janë trajtuar nga gjykatat tona, por edhe janë dhënë dënime për individët të cilët kanë qenë pjesë e masakrave dhe dhunës e gjenocidit që është ushtruar ndaj popullatës civile të pafajshme. Andaj besoj që betejat politike duhet i bëjmë për çështje të cilat janë të rëndësishme edhe janë partijake, por për çështje të tilla, të ndjeshme dhe të rëndësishme për historinë tonë kombëtare duhet të kemi një unitet të plotë. Besoj edhe juve si gazetar, edhe qytetarëve, ju kujtohet që në të kaluarën është mbyllur Instituti për krimet e luftës, se në të kaluarën ka pas veprime të cilat kanë qenë tepër problematike edhe në raport me historinë, andaj duhet të sigurohemi që gabimet e individëve, qoftë edhe të organizatave të përmirësohen në kohën sa më të shpejtë të mundshme, personat përgjegjës të mbajnë përgjegjësinë, ndërkohë që si institucionet
të sigurohemi që qëndrojmë bashkë për të mbrojtur të kaluarën tonë dhe luftën e drejtë të popullit të Kosovës.